flasim për baletin dhe jo vetëm. Aulon, mirë se erdhe, shumë kënaqësi të pas këtu. Faleminderit, mirë se u gjeta. Një jetë e tonë ma e të gishtave. Një jetë e tonë. E po këthemi pak mrapa në kondo, është edhe pak, pse jo, edhe ty me ta këthyat nostalgjin e fillimeve tua. Jo më vogël gjo shumë vite. Një jetë e tonë. Gjithë jeta ime në balet. Si fillim kam fillu në shkollën e mesme të muzikës. Aty ka qenë edhe baleti kuadër e shkollës muzikës. Rastësisht kam vendos me vazhdu baletin, po që asnjëherë nuk jam pishmën edhe mendoj që ka qenë vendimi ma i mirë që kam mujt me bo njëherë. Do me thonë bojën afer 20 vite që jam pjesë e baletit kombëtar të Kosovës, edhe gjithashtu e përfshime në gjitha premierat, në gjitha udhëtimet edhe në gjitha sukseset e baletit kombëtar të Kosovës. Pa tjetër që po, përgjithsesi ato momentet e para, se si erdhi, si vendose, e përmende që rasisht, po duhet këtë pas një shkak, një diçka, një shtytje nga dikush apo diçka e që pikrisht e ke marrë këtë vendim? Po, si fëmijë gjithmonë kam qenë më shumë e interesume në këtë fushën e artit, me muzikë, me vallëzim, gjithmonë kam qenë këtë pjesë, edhe vendosa me vazhdu shkollën e muzikës, pas shkollës fillore, po si që thash, baleti ishte vish një rastësi, unë them drejtë nuk e kom ditë që edhe kemi balet, atëherë kam qenë shumë e vogël edhe kanë qenë edhe fillimet e para të baletit kombëtar të Kosovës pas luftës. Sekretari i shkollës muzikës i cili ishte atëherë, a i më propozoj, tha që ke gjatë, tha pse nuk po e provon baletin. Edhe unë si fëmijë, thash okej, po e provoj, fillova klasat e para me imbajt edhe e pash që ishte me të vërtet shumë vështirë, edhe në atë kohë edhe unë kisha fillu veç se me urrit edhe normal që edhe fiziku i trupit kishte fillu me ndryshu edhe ishte shumë e vështirë me u adaptu. Çdo ditë që kaloj këtë, isha ju nuk përshkoj mo, po e lo, shumë vështirë, nuk moj, edhe veç që isha vetëm për çdo ditë të shku. Filloj me mhi shumë në gjake dhe fillova me dasht shumë, edhe ja ku jam sot, do me thonë, bo gati 20 vite që jam pjesë e baletit kombëtar. Që nge dashuru edhe në vështirësit e baletit. Kjo është ma rëndësishme, kur ja donë edhe të mirat edhe të këqijat. E vërtet është një artë që me të vërtet kërkon shumë sakrificë, shumë mund, shumë forcë, edhe dush me dhonë gjithçka nga vetja jote për me mri. Nuk është një artë i thjesht, ndoshta publiku ti do këtë thjesht, bukur, na shohin aty në skenë, po pra pas skena do me thonë... finale nuk e din se qëfar ndodhë pas. Shumë e vërtet, pregaditjet edhe i gjithë mundi që me mri deri në atë moment me dalë skenë dhe me dhonjë shfaqje para publikut, është me të vërtet një mund shumë i madhi se cilit balerin. Po besoj që nga fillimit të kam përkra edhe familja, sepse të jesh fëmijë me shumë ëndra, me shumë dëshira, sidomos kundrejt artit, jo të gjitha familjet e kanë pas, po themi, këtë vizion, këtë dëshirë për fëmijët e tyre dhe gjithmonë janë mundu, po themi, të drejtojnë në drejtime të tjera. Ne shqiptarët kemi dëshirë ta kemi gjithmonë një doktor ose një avokat në shtëpi. E vërtet, ose një ekonomist. Ose një ekonomist. Kanë qenë profesionet ndoshta pak më të kërkuara dhe jo gjithmonë baleti ka fitu zemrën e prindve në këtë rast. E vërtet, në familje do me thonë jo me vetëmja e cila merret me art, për ndryshe babi gjithmonë ka qenë përkrasi shumë i madh jemi, i cili gjithmonë edhe më ka shty, nështë edhe aje ka pas ashtu si ëndër të vetën, po më përgjithsi kam pas gjithmonë përkrajen e familjes, qysh e vogël e kanë kuptu, e kanë ditë që do t'jem nga kjo pjesa ose muzikë, ose vallëzim, ose diçka, edhe normal fillimet kanë qenë shumë të vështira dhe gjithmonë kanë thonë që nëse nuk ndihesh ose nëse e sheh vetën që nuk mundesh me ja dalë, ndroje, vazhdon me diçka tjetër jeri, po në anën tjetër edhe jonë mundu me mshty edhe babin e kam fansin matë madhin. Çdo shfaqje, çdo reprizë është gjithmonë atë, normal edhe mami, po si gjitha nanat që jam pak ma të ndishme në lidhje me fëmijët edhe që brengosën ma shumë, ne si femra kemi pak problem këtë profesion
them drejtën, për shkak jo të familjes, jo shumë gjana tjera, edhe mami gjithmonë ka qenë pak e brengosur për këtë pjesën tjetër, po që nuk më ka mungu asnjëherë edhe për krahja e saj dhe e gjithë familjes, edhe tani me të vërtet janë shumë të lumtur me gjitha arritjet që kom pas për gjithë to. Pa tjetër që po, dhe normalisht tashmë janë bërë edhe shumë vite, kështu që janë, po themi, ambientu me gjithë këtë proces jetësor, këtë zgjedhje jetësore. E përmende pak më herët që duhet dhënë shumë nga vetja, në fakt shumë konsistencë dhe shumë sakrifica sa i përket për të arritur këtu ku jemi sot. Baleti është një profesion i cili me të vërtet kërkon shumë disiplinë, shumë përkushtim, e ceki gjithmonë që duhet gjithmonë t'ja për gjithë shka nga vetja jote dhe vëmendja jote tjetë aty në salë gjatë gjithë provave, sidomos gjatë klasës. E gjithë kjo është një proces këgjo i vështirë me mri, edhe nuk është që mri në një moment që thu kom ri tash, e kom jom bo, si me thonë, kom ri në karierë, gjithmonë një kërkusë, gjithmonë vazhdojnë, nuk është asnjëherë një moment që thu, okej, që tash kom ri, do me thonë, jom bo balerinë e mirë, ose diqka. Gjithmonë jetu kërku prej vetës. Baleti është një art i cili gjithmonë të shtynë, gjithmonë ka gjana të reja, ka stile të reja, edhe një si trup me të vërtet jemi me fatë që kemi mëri, do me thonë, shumicën e stileve ti provojmë, si ato moderne, neoklasike, klasike, edhe si cili stil në vete i ka gjithmonë vështërsit e veta. Janë orë të pandalshme, do me thonë e dim orarin kur fillojmë, po kur përfundojmë asë njëherë nuk e dim, edhe kjo është një proces i punës pak sa i vështirë, po që gjithë mundin edhe gjithë sakrificat që i bojmë fund kur dalim para publikut edhe duar trokitjet e publikut me të vërtet janë një knatësi shumë e madhe. Normal edhe suksesi i gjithë trupës është me të vërtet knatësi shumë e madhe. Nuk diskutohet, është gjithmonë ajo sakrifica që bëhet pas dhe në fund kur urzohet pikrisht me një sukses pas performancës. Më herët e përmendëm që përveç kësaj sakrificës të madhe që duhet dhënë pikrisht për baletin, në anën tjetër njerëzit nuk është se e dinë se çfarë sakrifice bëjnë. Jo vetëm balerinët, por gjithë artistët në fakt, sepse njerëzit shohin vetëm produktin final, siç e përmenda më herët, shohin vetëm argëtimin, kënaqen duke shiju një shfaqje, një performancë, një këngë që beca edhe për këngëtarët në këtë rast, por që nuk dihet se çfarë po ndodh mbrapa. Krit puna bëhet pikrisht mbrapa skenës. Shumë e vërtet, si që tash, vështërsitë e orarit gjithmonë janë për shkak që... Artistët s'kanë orar. E vërtet. Artistët kanë punën pa orar, në fakt. Fillojmë në një orë caktume, po përfundimi kur do t'jetë asnjëherë nuk e dim. Gjithmonë varet prej koreografit, i cili është duke punu shfaqjen, edhe varet prej ti sa ka nevoj me punu, sa ne jemi të koncentruar normal me imbajt me lëvizjet, me hin stil, gjithë shka varet edhe prej koreografit, po edhe prej neve balerinëve. Janë orët tanat punës që i bojmë në salë, prova, ushtrime. E që është një punë gogja fizike? Nëse ndalemi me... E gjitha fizike. është edhe fizike, në anën tjetër, është edhe psiqike, pasi që çdo lëvizje duhesh me mbajt mend, duhesh me mbajt mend me numrim, duhesh me mbajt mend me muzikë. Gjatë gjithë kohës, do me thonë, kokën tane jetu i numru lëvizjet, prej 1 deri në 8, zakonisht e kemi këtë numrimin. Normal me ndëgju muzikën, të njëjtën kohë me mendu mënyrën se si koreografi dëshiron me bo atë lëvizje apo tjetrën. Gjitha këto do me thonë mendohen brenda sekondave, që nga njerë përpës që përjetojmë lodhjet madhe fizike, gjithashtu është edhe një lodhje psiqike e trunit, të vynë dhe njëherë një relax ashtu që mës me mendu, ose mës me numru, ose mës me mendu lëvizjet që aki me bo. Po, normal, një lodhemi edhe mundohemi, sepse është një profesion cilin e kemi zgjedhë dhe me të vërtet nëse nuk e dënë edhe nëse nuk e ki pasion, nuk besoj që do të kish muj dikush me i adal, për shkak që gjitha jo dashni edhe pasioni këto gjitha vrehen në momentin që delën skenë.
Nëse reflekton gjithçka. është e vërtet, nëse nuk e njeh çdo lëvizje që e bën, nëse nuk e ki ashtu të them në shpirt, edhe në skenë kime u dogë bësh, nuk është që kime mujt me dhonë diçka interesante të publiku. Çfarë komente merr zakonisht pas performancave, përveç aty në lavdatave, suksese, fjalë të mira, po besoj që në ndonjë moment edhe ka kritikat vockla, pse jo ndoshta ndonjëherë edhe e keni shumë punën e lehtë. Se vjen edhe kjo me raste. Këtë koment nëse na dhojnë bojmë shumë nervoz. Jo, edhe kritikat gjithmonë janë të mirë se ardhura. Është ndryshe me qenë skenë edhe me vallëzu, me pati prej skenës, është ndryshe kur e shet dikush nga jashtë, do me thonë nga publiku. Ne edhe në sallë, për shembull, kur jemi gjatë provave, kur përfundojmë për shembull një proces me koreografin, pastaj vazhdojmë provat e asaj shfaqje vetë, nëse eventualisht nuk kemi ndonjë asistent të shfaqjes, atëherë mundohemi mu bo ne secili asistent për njëri tjetrin, se gjithmonë një sy jashtëm i vren gjanat ma ndryshe. Tash ti mundesh me ditë që jetu e bo numrim ose diçka, po në moment e bën një lëvizje më ndryshe se balerini tjetër, edhe ajo është një diçka që dallohet. Edhe normal që gjithmonë i themi edhe njëri tjetrit, këqyrëm këtë pjesë, apo e bëj këtë lëvizje mirë, apo keq. Do me thonë, komentet e publikut zakonisht janë shumë të mira, normal që na vjen mirë, po edhe kritikat gjithmonë janë të mirë se ardhura, sepse edhe ato të ndihmojnë me u ngrit, jo vetëm lavdatat. Ndonjëherë them më mirë është me pas ma shumë kritika ndoshta, që të shtyjnë me punu, ndoshta të shtyjnë me sforcu vetën hala ma shumë, që me konë hala ma e suksesshme. Shpesher, pasi që e përmena që babi është një shikues i rregullt i shfaqjeve tona, qatë shumë do me thonë që ka pa shfaqje, një kohë filloj edhe me i vrej disa gabime, ose me thonë, vëllate kjo pjesa më duket të ishe pak ma shpejt se ato tjera, ato se pak ma ngadaj, e gjithmonë, edhe qëto komente janë shumë të mira, ndoshta edhe prej shoqënisë që vjen na pa, po me të vërtet janë të mira edhe na ndihmojnë edhe neve. Pa tjetër, sepse vetëm kështu, me kritika konstruktive ne zhvillohemi dhe bëhemi gjithmonë pak më të mirë se herën e kalume. Ka mundësi apo raste të tilla kur trupi thot ndalo, e kemi një shprehje, të lëshon trupi, edhe gjithmonë në ato raste kur vjet e kjo pjesë ti duhesh të vazhdosh pa tjetër, sepse kështu e kërkon natyra e punës. Kemi shumë kësi momente, sidomos gjatë periudhave kur jemi të punu shfaqje të reja, premiera të reja, do me thonë... Dhe provat janë intenzive në këtë rast, janë shumë intenzive, ndodhë që dhe vikendet nuk është që i kemi të lira, do me thonë trupi e mri një farë lodhje, ne thojmë, ashtu ka fundi jemi bo si robota, se qatë që e ndin lodhjen, por nuk është që kine i zgjidhje, nuk është që ki qka me bo, dhe do shprap me vazhdu me dhonë maksimumin tanë, po që mundohemi gjithmonë pas premierave me i pas ashtu 2-3 ditë paktën me relaksu trupin edhe mendjen, edhe me qetësu pak trupin prej gjithasaj lodhje fizike. Tash për momentin me udhimin që këtë vit them drejtën kemi pas shumë udhime dhe shumë angazhime, edhe jemi lodh paksa se dhe pushimet e verës nuk është që patëm një periudhë pak më gjatë me u rikuperu prej gjithë lodhjes. Ishim gjatë gjithë kohës në udhime dhe me shfaqje ndryshme, me stilet ndryshme. Tash sfundi ishim në Turqi, në festivalin e Bodrumit, edhe patëm 2 shfaqje cilat me të vërtet janë shfaqje të lodhshme, dhe kishim 2 njëra pas tjetrës me vetëm 15 minuta pushim. Dhe natën e dytë, kur i patëm shfaqet, me të vërtet trupi u lodh në ekstrem, pasi që 2 shfaqet kërkonin shumë energjie dhe gjatë gjithë kohës lëvizjet shumë ta. Edhe ke një moment që pas shfaqjes para ashtu unala, thash që shko me shty edhe shfaqjen tjetër, se ke një moment ashtu që e the dhe tim lëshoj trupi, ke një lodhje shumë e madhe, po që besëm që momentet kur delën s'ken, harën gjdo dhimbje, gjdo lodhje, më duket që harën gjithë shka, se edhe gjëndimet që i kemi zakonisht,
I përjetojmë shumë keq mbrapa skenës, po nuk e di pse në momentin kur del në skenë të merë skena edhe të merë publiku edhe me të vërtet nuk e ndin asnjë lidhje, asnjë lodhje, asnjë dhimbje të muskujve që ke, po normal që pas shfaqjes do është mu marrë me u rikuperu, me i dhuru të gjitha dhimbët. Edhe kjo është një gjë që publiku nuk e vren. Edhe kjo është një gjë tjetër që publiku nuk e vren, nuk e sheh, nuk e ka parasysh në fakt, sepse si që thash pak më herët e ka në fokus gjithmonë arktimin apo ta shijoj një shfaqje, një performancë, e ndërkaq artistët e vuajnë këtë gjë. Por gjithsesi, po besoj që kjo vjen me natyrën e punës edhe kështu është rrjedha e këtij profesioni. Shumë performanca, shumë premiera, shumë udhtime. I përmendet që në fillim. Tani do të diskutojmë pak, e di që nuk kemi kohë të diskutojmë gjitha, por gjithsesi ato ma të rëndësishmet për ty që të kanë lënë, po themi ndoshta, shihet mirë, gjurmë të mira në memorien tënde. Them drejtën gjatë gjithë këtyre viteve, me të vërtet jemi me fat që kemi mri me pas shumë udhime dhe me u përfatsu jashtë. Sidomos vitet e fundit, si që dim, nuk kemi për momentin një teatr, kemi vetëm amfiteatrin edhe mungesa e teatrit na kalon edhe neve paksa keq, për shkak që jemi mësu me një intenzitet, me shfaqje çdo javë që kemi pas, edhe shfaqjet shumë të cilat i kemi pas në repertuar, nuk kemi mujt me vazhdu me i dhonë, kanë qenë shfaqje shumë të mira, po që fatkeqësisht për shkak teatrit nuk kemi mri, po pra po them që jemi me fat që po mri me udhthu edhe me u paraqit në shumë vendet ndryshme, vetëm këtë vit kemi qenë në Qeki, kemi qenë Kolumbi. Kolumbia ka qenë një prej eksperiencave më të mira që ja vlen me u përmend. Kemi qenë me shfaqjen Carmina Burana, një shfaqje e njoftur, një muzikë e njoftur tashmë. Edhe ka qenë një sukses jashtëzakonisht i madh. Kemi pas mbi 2000 veta, 2000 persona publik. Edhe shumë kënaqësi e madhe ka qenë me performu para një audiencë aq të madhe dhe një publiku të mrekullueshëm siç kanë qenë Kolumbi, jo vetëm Kolumbi, pastaj vazhduam edhe në Graz, në Rom, në Lecce, dhe sfundi tash ishim edhe në Turqi, po gjitha këto vende, do të thonë, jo vetëm këto, po çdo udhëtim e ka atë kënaqësinë e vet, ndjenjë ndryshe, sepse çdo vend kemi publik ndryshe. Po e mira është që çdo shfaqje e jona jashtë vendit po pritet jashtëzakonisht mirë dhe sukseset po janë jashtëzakonisht mëdha. Me të vërtet kënaqësi pra po them, pasi që po na vjen me vizitu teatro të ndryshme dhe të paktën këto vite që i kemi ende në balet, pasi që si që din baleti është jetë shkurt, nuk është që është jetë gjatë. Jo me lumtun që po na bjen me performu në teatro shumë të bukura dhe me ndjejat kënaqësinë që të ofron teatri. Patjetër, Kolumbia? Se tani përveç paraqitjeve skenike, normalisht gjithsecili keni kohë pak edhe të vizitoni kultura nga secili vend, është gjithmonë ndryshe dhe të pasuron në çfarëdo aspekti. Por pos Evropës, do me thonë, na ka me qenë edhe në Japoni, edhe në Kore, edhe në Amerikë, normal, edhe se cila prej këtyne është eksperiencë ndryshe, po me të vërtet nështë në Kolumbi që na ra një periudhë pak më e gjatë, rreth 3 javë, edhe që vizitum vendet ndryshme, me të vërtet ka qenë shumë interesant, një energji e njerëzve jashtëzakonisht e mirë, edhe mikpritje jashtëzakonisht të mire kemi pas, do me thonë nga ambasada e Kosovës atje, kemi qenë gjithmonë shoqëruar prej tyre, normal edhe për shkaqe sigurie, po edhe me na ofru, do me thonë, me na dërgu me vizitu vende, pasi që kanë qenë vendet cilat me të vërtet ja ka vlejt me i vizitu edhe kish me qenë gjuna nëse vizhishim kona atje dhe nuk i kishim. Mos me pas mundësin, po. Po, me të vërtet kanë qenë ato 3 javë ditë të mrekullueshme edhe lodhëse normal për shkak të performancave që i kemi pas, po që
mikpritja e ty në energjia e njerëzve atje dhe gjithë shka për ato 3 javë ditë ka qenë e mrekullueshme, kështu që me të vërtet kom e mbet një prej udhëtimeve më të veçanta që kemi pas. Patjetër. Tani do të diskutojmë 2 momente, më të vështirin dhe atë më të mirin. Po e nisim me këtë të vështirin, me qenë se janë ndoshta emocione pak më të rënda për të procesu edhe më pas të kalojmë të kjo e mira. Momenti më i vështiri i karierës, ndoshta që ti kujton? Ka gjë shumë momente të vështira, po thëmë prap për shkak Janë lëndimet? Janë lëndimet, janë lodhjet, janë disa momente, ashtu ndonjëherë ndodh që jetu valzu, nuk të pëlqen qysh jetu valzu, mendon që nuk jetu e mërime, bu ata që është e kërku koreografi, janë disa momente dopsie ndoshta që të kaplojnë gjatë procesit punës, po që gjithmonë ato te i kalohën pastaj. Momentet vështira ndoshta ka qenë fillimet e karierës, pasi që shumë gjeneratat e para të baletit kombëtar të Kosovës, edhe gjenerata e parë, edhe e dyta, po edhe unë gjenerata e tretë që jam, kemi fillu në një moshë më të vëndshme. Zakonisht baleti, si që di, në moshë më 3, do me thonë nga shkolla e olt e lartë, po në munges të shkollës tolt këtu të ne kemi përfundu vetëm shkollën e mesme, edhe normal që trupi vetë se ka fillu me u formu, edhe ka qenë ma e vështirë me mrinë nështë deri të zgjatje, deri të elasticiteti i trupit, i cili është i nevojshëm balet, pesha e gjitha këto, nështë këto kanë qenë, fillimet kanë qenë shumë ma të vështira për mu, pasi që kam fillu në moshën 13 vjeqare, që është vonë për me fillu baletin, po prapë po them që nështë dashnia e madhe që këm për profesionin edhe mundi që këm bo më kanë ndihmu me mri, jo mundu gjithmonë ekstra baletit, gjithmonë me ushtru dhe gjana tjera, jo yoga, fitness, gjithmonë me umarë dhe me diçka tjetër që me ndihmu me baletin, me bo gjithmonë ekstra gjana dhe pushimet verore, nështë kur i kemi pas, nuk është që kom pushu, gjithmonë kom shku në salë, kom bo ekstra ushtrime, për me mbrin këtu ku jëm sot. Po, jëm shumë e lumëtun që asnjëherë edhe pa marë parasysh gjitha vështërsive ose momenteve dopta ndoshta ndonjëherë që i kom përjetu, vjen mirë nga vetja që nuk jom dalë edhe kom ri që aty ku kom ndesht me mri edhe me gjithë mundin që e kom dhonë, do me thonë ja ka vlejtë në fund. Është e vështirë. Tani të mirë bëhat edhe fiziku, pjesa e trupit në këtë rast? Edhe kjo është një nga pjesë pak më të vështirat këti profesioni, pasi që gjithmonë dush me qenë më e kujdesshme në ushqimin edhe në mbajtjen e trupit. Ne edhe zakonisht edhe pushimet nëse rastisht i kemi disa ditë më gjatë, trupin është që gjithmonë mësu me aktivitet të përditshëm, është pak e vështirë edhe me pa vetën ashtu vishë të najtë ose vishë të pushu, gjithmonë jemi të bo ekstra, po që duhet gjithmonë me mbajt edhe peshën, edhe elasticitetin edhe gjitha këto. A hek dorë shumë, shpesh nga disa ushqime? Po tash i kemi ato ditë, ndoshta në i ditë që e lojmë ashtu vetën me shiju ushqimet cilat ndoshta nuk muj me shiju për çdo ditë. Pushime ndonjëherë kur shkojmë ashtu një darkë, një drekë, bashkë me shoqe, e lojmë normal vetën se nuk është që gjithmonë duesh me sforcu vetën gjana, po që jo me e tepru normal, me kujdes. Pa tjetër. Momenti më i bukur, momenti më i mirë, që ndoshta gjithmonë do të ketë momentet bukura, gjithmonë do të ketë momentet mira, po që një që të lenë më shumë ti për shtypje edhe pse jo e ndanë me të tjerët kurdo që të pyesin. Them drejtën kom pas edhe vazhdoj me pas hala momente shumë të bukra në balet, po nuk munde me vequ vetëm një, pasi që momentet bukra dhe emocionet mira janë gjithmonë nështë rolet që i marim në përshfaqjet ndryshme, dhe do me thonë
tash që shumë shfaqe që kemi bo gjatë gjithë karierës, edhe atë që shumë role që kemi pas, se cili prej tyne e ka veçantine vetë, edhe se cili moment do me thonë është i veçantë për mu. Kështu që nështë nuk munde me nda një moment, po me të vërtet gjitha këto vite nëse ndale me i mendu, jënë pavarësisht momenteve të vështira, shumica prej tyre janë momente të bukra dhe nështë momente krenarie, emocionale pa tjetër. Emocione shumë të mira, jo vetëm për vetën time, po në përgjithësi për trupën, pasi që ne funksionojmë si grup, edhe çdo arritje, çdo individi është gjithmonë e përbashkët, kështu që mundohemi gjithmonë me edhon maksimumin tonë se cili prej neve që çdo shfaqje, çdo prezentimi joni me pas sukses, e sidomos këto sukseset e fundit, të udhëtimeve të fundit që i kemi pas, me të vërtet këto janë momentet bukra cilat ne i mbajmë mend dhe i përjetojmë. Do me thonë, nëse e sheh një teatr të madh me mbi 2000 ulse, i gjithi i mbushur me njerëz dhe me duar trokitje që nuk ndalen 7-8 minuta deri në 10 minuta, mendoj që këto janë momentet bukra që mundet me i përjetu një balerin. Çfarë kishte dashur me ditë publiku që nuk e din deri me tani për baletin? Nuk di, ne gjithmonë edhe në për intervista jemi mundu me informu publikun ma shumë për baletin, pasi që mos them deri vonë, po sidomos pas luftës nuk është që njerëz kanë qenë shumë të informuar që edhe Kosova ka balet kombëtar të Kosovës, edhe gjithmonë jemi mundu me informu njerëz, po vështërsitë shumëta që i kemi prapa, ndoshta nuk... Sidomos to vitet e fundit që i përmende pak më herët, kur që i fatkeqësisht jeni pa sallë, jeni pa skenë, pa kushte të duhura për të zhvilluar në këtë rast baletin. Dhe janë bërë shumë vite, në fakt. 4? 5? Po, janë bërë rreth 4 vite, tash që jemi në mungesë të sallës, mungesë të teatrit, mungesë të një orari adekuat për neve si balerin, pasi që me fillu ushtrimet në orën 1 pasdite është me të vërtet problem. Gjithmonë trupi është më aktiv në orët e hershme të mëngjesit, po pavarësisht gjitha këtyre problemeve, ne po mundohemi mos me undal, me vazhdu punën, pasi që nuk na kanë mbet edhe shumë vite gjata. Përmende këto vitet, pikrisht kur është kjo mosha, deri kur ka jetë gjatësin baleti, dhe kush është aulona jashtë baletit? Kjo pyetje më e vështirë. Ndoshta gjithë këto vite që jam konë shumë e fokusume në vetëm balet, ende nuk kam rrinë atë pikën me mendu kush kam e qenë aulona në vazhdim, po që gjithçysh do t'jetë diçka lidhur me baletin. Me baletin, me artin, gjithçysh do t'jetë ndonjë pjesë e baletit. Të mërzit fakti që ky profesion i farë mënyre ka orar, ka afat, e qysh po i bje? Mërzit edhe ndoshta për këta mundohe me shiu çdo moment në skenë për këto vite sa na kanë betë, pra po them që ti mundesh me vazhdu edhe më tutje, edhe ndoshta kur t'jesh 50 ose më shumë vjeç, po nuk normal që nuk ka me qenë intensiteti i njëjtë, nuk ka me qenë fuqia e njëjtë, nuk ka me qenë energjia e njëjtë, kështu që këto vite tash mundohemi i shfrytzuar maksimum edhe me vallëzu çdo shfaqje si me qenë shfaqja e fundit, ashtu me përjetu çdo moment në skenë. Gjithmonë themi që baleti ko me na lon neve, se na nuk e lojmë baleti. Kështu që pa tjetër që ko me na lon në një periudhë caktume, po pra po them kemi me mundu me i shfrytzu këto vjetë sa ma shumë. Jemi të minutat e fundit, Aulon, faleminderit shumë për gjitha këto që ndajte me ne, kënaqësi me ndëgju rrëfime të një profesione që nuk e ndëgjojmë çdo ditë, edhe mbi të gjitha në farforme pse jo, të dërgojmë edhe një lloj si porosie tek qytetarët, që të kuptojmë pak më shumë për profesione të ndryshme, në këtë rast pse jo edhe për baletin, ani pse për momentin e përmendëm që
jemi në një situatë kur teatri kombëtar është në renovim me sipër edhe nuk është se është intensiteti i dur i shfaqjeve, në këtë rast pse jo të vinë të vizitojnë një shfaqje kurdo dhe kudo që mbahen ato, të kuptojnë pak më afër se çfarë mund sjell dhe çfarë në fakt kapaciteti ka trupa baletit Kosovës dhe që ka pas suksesit jashtëzakonshëm jo vetëm brenda vendit, po ashtu siç e përmende edhe jashtë kufive kosovar shqiptar në këtë rast. Shfaqjet tona, sa për informat, vazhdojnë me udhënë në amfiteatrin e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Normal, jo me intensitetin e njëjtë që kemi qenë teatr, po prap mundohemi që edhe në këto kushte që i kemi me i ofru publikut shfaqjet baletit, sepse me të vërtet edhe kemi kërkesa, edhe kemi shikueshmëri, edhe kemi publik i cili na ndjek vazhdimisht, kështu që mundohemi me i ofru publikut gjithmonë shfaqjet reja, po, me qenë afër tyre gjithmonë. Porosia jote për fund në këtë rast drejt të ribe dhe të rejave, të cilët në një farë forme dëshirojnë të pse jo zgjedhin këtë profesion si jetë të tyre. Unë punoj edhe me fëmija, mësim edhe balet, edhe gjithmonë mundohem me i inspiru edhe me ju folë shumë për baletin gjitha nxansëve të cilat i kam, edhe me ju thonë që nëse veç është andër e tyne me u prezentu në skenë, me qenë pjesë e skenës, me qenë pjesë e baletit, mos me hek dorë, edhe mundohem ju tregu edhe vështërsi që i ka me i para pregadit, po që më vjen mirë që ka shumë të interesum edhe gjithmonë them baleti ndoshta për fëmijët edhe nëse nuk e vazhdojnë si profesion, gjithmonë ka me ju shërbyn të ardhmen për fizikun e trupit, për disiplinë edhe për shumë gjana tjera, kështu që nëse veç nuk e vazhdojnë, gjithmonë kanë me pas kujtimet mira dhe benefite shumë prej asaj periudhe cilës kanë ushtru. Po një mesazh ndoshta për publikun edhe për trit është që me ardhë me i pa shfaqjet e baletit, me nda një orë prej kohës tyne, prej gjithë këti intensiteti dhe gjithë rutinës që po e kemi gjithmonë me puna, me intensitet të madh. Teknologjisë që besa që s'pëna ndahet nga dora, kështu që... Ju rekomandoj me nda një orë prej jetës tyne me relaksu trunin, me ardhë me pa një shfaqjet mirë, dhe besoj që ndohen të knaqun edhe kanë me kërku çdo javë. Pa tjetër. Me qenë pjesë e shfaqjeve. Kënaqësi që të pata këtu, Aulum, faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Miqtë dashur, ishim së bashku me Aulonën, ndërkaq tani do ta ndjekim materialin në vazhdim, të cilin e ka prekaditur gazetarja jonë Riga. Në fokus e kemi Mitrovicën, në cila së fundmi është